Maqedonia e Veriut do të përfitojë 65.7 milion euro nga Komisioni Evropian në bazë të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Si pasojë e kësaj, Maqedonia e Veriut ka përfituar më shumë mjete se Shqipëria, e cila në këtë rast ka përfituar 49 milion euro, e se Mali i Zi, i cili në këtë rast ka përfituar 44.2 milion euro. Transaksionet janë realizuar pas kërkesës së tretë për pagesë dhe vlerësimit pozitiv të Komisionit për zbatim të hapave reformues në fushën e arsimit dhe digitalizimit në Maqedoni. Me këtë pagesë, shuma totale e shpërndar në kuadër të këtij fondi arrin 142.1 milion euro për Maqedoninë, 212.8 milion euro për Shqipërinë dhe 89.3 milion euro për Malin e Zi. Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, i miratuar në vitin 2023, synon të sjellë përfitime të antarësimit vendeve partnere të rajonit edhe para aderimit të tyre në BE. Ai ka për qëllim integrimin e partnerëve në tregun unik të BE-s, përmirësimin e bashkëpunimit ekonomik rajonal, thellimin e reformave të lidhura me BE-n dhe rritjen e financimit para antarësues. Kjo, nga ana tjetër, përshpejton procesin e zgjerimit edhe rritjen e ekonomive partnere. Komisioni Evropian i ndan fondet nga plani i rritjes individualisht për secilin shtet, vetëm pasi ai shtet të ketë përmbushur kushtet specifike nga agjenda reformuese, dokument në të cilin përcaktohen reformat konkrete që vendi është zotuar t'i zbatojë. Plani i rritjes përfaqëson paketën më ambicioze financiare të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Pakoja për periudhën 2024-2027 është në vlerë të 6 miliardë eurove. Fondet u ndahen vendeve të rajonit pjesërisht në formë grantesh dhe pjesërisht përmes kredive të favorshme. Ndryshe nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Mali i Zi, të cilat i përmbushin kushtet në këtë rast, Serbia dhe Bosnia Hercegovina u lanë jashtë kësaj runde, pasi ende nuk i kanë përmbushur plotësisht hapat reformues që ishin parakusht për pagesën e këtyre mjeteve.